Mëngjesin e të dielës në fabrikën e prodhimit të skafëve në Flak të Durrësit, si pasojë e shpërthimit të një bombule gazi, ka humbur jetën një iri, emigrant. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 8 të mëngjesit, në një nga mjediset e magazinat të një subjekti në sektorin Rinia, ku kishte rënë zjarr. Pasojë, policia ka bërë me dije se punonjësit ishin e gjumë, kur një bombul gazi dyshohet se ka shpërthyer në Flak, ndërsa një prej tyre ka humbur jetën nga asfiksia dhe një tjetër përfundoi në spital. Si shikohet nga pamjet, gjithçka është shkëmbuar në vendin ku kishte një ambient kuzhine dhe ku flinin edhe punonjësit e huaj që thuaj se ishin me kontratë të rregullt punësimi. Viktima që humbi jetën nga asfiksia quhej Omar Faruk, 25 vjeç, ndërsa kolegu i tij nga Kenya, 30 vjeç, u dërgua në spital i asfiksuar nga tymi. Policia rreth kësaj ngjarje të rëndë ka njoftuar se si pasojë e zjarrit të rënd në ambientin ku gatuaj për punonjësit, dyshohet nga bombula e gazit, ka ndruar jetë shtetasi Omar Faruk, 25 vjeç, nga Bangladeshi, ndërsa shtetasi tjetër, rreth 30 vjeç, nga Kenya, po merr ndihmë mjekësore në spital. Shërbimet e policisë dhe zjarrfiksit kanë shkuar më një herë në vend ngjarje dhe kanë bërë të mundur fikjen e zjarrit. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë po punon për sqarimin e plotë të rrethanave, shkakun e rënies së zjarrit dhe dokumentimin e plotë ligjor të ngjarjes.